Zoti Roy, në gjithë këtë analizë që ju bëni sa i përket qëndrimit të politikës së Tiranës, konkretisht të qeverisë shqiptare në raport me Greqinë, sa goditen në këtë rast vetë shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Greqi dhe sa ndikim ka diaspora greke, shqiptare në Greqi, po themi në mbajtjen në pushtet e Edi Ramës, sepse po të kemi parasysh zgjedhjet e fundit u pa një votim masiv nga ana e shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit. Vjen keq që e them, por në median shqiptare dhe edhe në këtë pyetjen tuaj fatkeqësisht shoh një tendencë për të fajsuar diasporën. Dhe kjo është një tendencë që shtyn jo për ta fajsuar. Një sekond. Po, e kuptova pyetjen, por brenda saj po ta shtresëzojmë, po t'i heqim pak ato shtresat e brendshme, ka një implikim sikur fajin e ka diaspora që ndihmon në pushtetin e Edi Ramës. Dhe fajin e ka diaspora që erdhi në samitin e diasporës së Edi Ramës. Fajin e ka diaspora që nuk e flet shqipen pastër. Fajin e ka diaspora. Të gjitha këto janë teknika të parisë së Tiranës. Sepse paria e Tiranës ka krijuar një mjedis brenda për brenda që është mjedis llumi dhe kënete ku të gjithë ushqehen me jashqitjet e asaj kënete. Dhe kushdo që ushqehet me jashqitjen e kënetës është mësuar që të dëgjojë erërat e gazrave të njerëzve përreth dhe është tani më bërë imun ndaj çdo gjëje të pastër. Diaspora shqiptare në momentin që i ka mundësitë kudo në perëndim është një nga pjesët më të shëndetshme të kombit shqiptar, punon me nder në pjesën më të madhe të saj, sjell para në Shqipëri për të ndihmuar fatkeqësisht parinë e Tiranës, e cila nga ana e vet sjell paratë e drogës, milionat e drogës, ndikojnë shumë në të njëjtën mënyrë se siç ndikojnë milionat që sjellin emigrantët shqiptar, në daç me investime dhe në daç me remitanca. Pra, është krijuar kjo lloj psikoze që fajin e kanë emigrantët e të na lënë rahat, sepse ata nuk e dinë se si janë punët tona, nuk kanë interesa këtu, ndaj dhe nuk duhet as të votojnë, nuk duhet bëjnë as këtë, pra ka një tendencë jashtëzakonisht shumë të qartë, sidomos në disa analistë. Unë do të thoja që kjo është një tendencë jashtëzakonisht dëmprurse, siç e thash më parë, diaspora sigurisht që mban kostot e mos veprimit të parisë së Tiranës. Për të përgjigjur drejt për drejt pyetjes tuaj, diaspora në Greqi sigurisht që mban kostot u 8 vjet për të bërë një marrëveshje për pensionet me Greqinë dhe me Italinë. Edhe ajo e pjesshme dhe ajo nuk e dim nëse detajet e saj do të jetëzohen që t'i shërbejnë realisht diasporës shqiptare, ndërkohë që paria e Tiranës përtej diasporës është duke zëvendësuar shqiptarët që janë aty me Bangladeshas, me Indian, me Afrikan, me të gjitha llojeve dhe askush nuk shqetësohet për këtë. Po edhe për këtë sigurisht që fajin duhet ta ketë diaspora e cila nuk e flet shqipen aq mirë se sa mendojnë disa puristë të mediumeve analiste të Tiranës. Edhe një të fundit që të mos ta le pa thënë. Për sa i përket përdorimit që i bën qeveria diasporës, edhe ai është një përdorim kriminal. Ata që marrin pjesë në këto samite nuk janë përfaqësuesit më të denjtë të popullit shqiptar, ata janë thjesht njerëz të cilët mendojnë se mund të përfitojnë diçka, janë thjesht disa matrapaz të cilët e përdorin këtë lloj samiti, të cilin e shet paria e Tiranës, thjesht për të përfituar vetë. Diaspora e ka suksesin e vet shumë më të madh se sa ajo që del në mediat e Tiranës. Kemi vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës disa qindra profesorë universitetesh, kemi një shoqatë mjekësh e cila po bëhet përditën më e fuqishme, por flas për diasporën në SBA, të cilën e njoh diçka më mirë, po gjithashtu edhe në Evropë, në Itali, në Greqi dhe në Francë dhe në Gjermani. Në Gjermani diaspora shqiptare e njerëzve intelektuale, njerëzve të lëçitur, atyre që Gjermania po i tërheq për t'i marrë si mjek dhe infermier, po rritet dita ditës sepse kushdo që ka rezultate të mira, kushdo që është i aftë në Shqipëri, thithet nga burimet gjermane sepse paguhen shumë më mirë dhe japen kushte më të mira. Pra, për këtë duhet folur, për mënyrën se si më të mirët ndër shqiptarët i merr diaspora
preferojnë diasporën sesa atë kënetën që ka ndërtuar Paria e Tiranës, pavarësisht se ajo këneta është e bukur, pavarësisht se ajo ka lamburitjen e luksit të ashtu quajtur të Dubait, po gjithë e dim se si përfundoi Dubai tani. Të ndalemi pak tek një mesazh që ka adresuar disa ditë më parë, por edhe së fundmi sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, i cili ka deklaruar se kush bashkëpunon me kundërshtarët e Shtetit Bashkuar të Amerikës do të sankcionohet sa i përket edhe procesit vizave. Dhe konkretisht në një mesazh që ka bërë publik disa ditë më parë, ai ka shtuar edhe elementin sidomos ndaj personave dhe individëve që janë vendosur në sankcione që kanë bashkëpunuar me kartelin Sinaloa. Ndërkohë ka akuza se Edi Rama ka pritur një prej elementëve të kartelit Sinaloa, siç ishte në rastin e Luftar Hysajt, të cilin e ka pritur në zyrë dhe më pas vetë Luftar Hysaj u sankcionua nga Departamenti Amerikan i Shtetit si pjesë e kartelit Sinaloa. Në këtë rast, sa rrezikohet Edi Rama nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe nga vetë drejtësia amerikane? Unë mendoj që është më e shëndetshme që të merremi me faktet se sa të merremi me spekulimet mediatike, sepse shpeshherë spekulimet mediatike janë pjesë e asaj që kërkon të bëj Paria e Tiranës, pra hiri që hedh syve njerëzve. Kemi diskutuar disa herë këtu dhe do ta përsëris. Për sa kohë që dikush është në krye të një shteti, për sa kohë që shqiptarët me të mirë, me të keq, me vjedhje pa vjedhje, por në një shumicë reale votojnë për hajnin dhe maskarallëkun që ka mbjell dhe vazhdon të mbjell Edi Rama, ai ka mbrojtjen e postit të vet. Ka mbrojtjen e asaj që është një parim në diplomacinë botërore, që mbron ata që janë në post. Për sa kohë që janë në post, nuk rrezikohesh drejt për drejt, sepse përfaqëson shtetin me të cilin bëhen marrëdhëniet. Ndaj dhe e gjithë kjo zhurma që sa rrezikohet Edi Rama e të tjerë, pa u bërë i pandehur i drejtësisë shqiptare kryeministri, është për mendimin tim një zhurmë kot, një zhurmë sa për të krijuar zhurmë, sa për të thënë që po bëjmë sikur po bëjmë opozitë. Realiteti është i tillë që ne kemi një kryetar të opozitës i cili është non grata në Shqipëri, në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kryetari i opozitës pa deklaruar që kur fitoj zoti Trump unë do të ma heqin sepse ma ka dhënë Sorosi. Ajo nuk është hequr, askush nuk i kërkon llogari. Zoti Rama ka hesape me drejtsinë prej shumë kohësh. Askush nuk i kërkon llogari në Shqipëri, as në politikë, përkundrazi të gjithë e shohin si mbretin diktator të çdo lloj gjëje dhe i japin votën dhe i përulen e të tjera. Në Shqipëri kemi vjedhje për miliarda dollarësh, të cilat janë të gjitha të nënshkruara nga ky kryeministër dhe askush nuk shqetësohet. Pra, shqetësohen disa segmente të vogla, opozita përdor disa momente të caktuara thjesht për të thënë që po bëjmë opozitë, por nuk shqetësohen për problemin real, nuk shqetësohen për kujt i shkuan këto para, kush janë këta oligarkët, ku i kanë pronat. Askush nuk del me një propozim për të thënë që kur të vim në pushtet, do t'ju asekuestrojmë gjithë këto pronat e marrën me vjedhje. Gjithë thonë Agasi. Ku i ka pronat Agasit, ti sekuestrohen Agasit dhe gjithë bashkëpunëtorëve të tij. Ti sekuestrohen të gjithë atyre, edhe nga rreth e opozitës, se harrojnë këta që kanë ministrat që kanë hyrë në burg, të gjithë atyre që kanë vjedhur para. Kushdo që ka vjedhur para i duhen sekuestruar të gjitha, pa dallim. Duhen parë deri çfarë biznesesh kanë hapur me baxhanakët, me kunetrit, me nganjëherë edhe me kollovarët e vajzave dhe të motrave. Të gjitha duhen sekuestruar. Një ligj i tillë do të fitonte shumë më tepër pikë nga shqiptarët, cilët presin një forcë politike e cila ti përfaqëson realisht. Të gjitha të tjerat për mua janë zhurmë mediatike që nuk i shërben gjë kujt. Edhe kjo ideja se do të presim tani që të arrestoj Marco Rubio Edi Ramën është një zhurmë e një niveli jashtëzakonisht shumë të ulët, e cila fatkeqësisht vazhdon të mbijetoj në ambientin shqiptar dhe nuk duhet mbijetoj më. Ka mjaftueshëm njerëz të edukuar në Shqipëri, ka një brez në Shqipëri i cili është super i edukuar. Nuk ka mungesë dije në Shqipëri, thjesht ka mungesë vullneti. Dhe ka krijohet një lloj mjedisi mediatik dhe politik
që ti ushqej këto bullallëqet e vogla. Le ti lëm këto bullallëqet e vogla. Nuk ka për ta zgjidhur Marco Rubio me arrestim çështjen e Edi Ramës. Edi Rama duhet ta rrezojnë shqiptarët, nëse duan. Nëse nuk duan, le të vazhdojmë në këtë rrugë, dhe kjo rrugë do të na çojë të gjithëve, fatkeqësisht, unë them këtë me një dhimbje shumë të madhe, në një humner pafund. Por nëse duan shqiptarët, duhet të mësojnë që të reagojnë. Të reagojnë ndaj Edi Ramës, duke mos qenë në krah këtyre hajnave dhe kriminalëve të tjerë. Duhet të mbështesin këdo të jetë, të mbështesin një djalë në rrugë. Asnjëri nga veglat e Parisë së Tiranës, pra Paria e Tiranës unblock duhet lënë më njanë. Duhet që të jetë tani më pjesë e historisë. Nuk përfaqëson më asgjë shqiptare. Përsa kohë që njerëzit ende mendojnë se mund të fitojnë në një lek të vogël këtu, mund të fitojnë në një tender të vogël aty, mund të nxjerrin një vend pune këtu, mund të mbijetojnë aty, mund të shkojnë të bëjnë 2-3 udhëtime në vit dhe ju duket sikur po bëjnë jetën më të mirë të mundshme, atëherë çdo gjë nuk ka për të ndryshuar dhe nuk ka për të ndryshuar as Marco Rubio, ndoshta edhe kur të bëhet president, nëse bëhet president Marco Rubio mbas 2 vitesh, nuk ka për të pasur ndonjë ndryshim të madh. Ajo që do ta ndryshojë çështjen janë shqiptarët, pra Edi Ramën duhet ta rrezojnë shqiptarët, dhe jo ata që dalin hedhin bomba molotov që janë vegla të trustit kriminal të njohur si ish Partia Demokratike, por duhet të jenë shqiptarët ata që punojnë, ata që paguajnë taksa, ajo shtresa e mesme që është rehat, që ndihet rehat, por që nuk ka për të ndjerë veten shumë rehat për pak kohë. Shihni shembullin e Dubait dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, të cilat ishin parajsat e qefit të llumit dhe të maskarallëkut, pavarësisht se në një kontroll të fortë policor. Shihni që për brenda disa muajve, brenda disa javëve mund të themi luftë, nuk ka më ujë, nuk ka më gjitha ato hotelet e bukura, të gjithave ju doli me njëherë verniku dhe doli se çfarë ka poshtë, i gjitha i luks i shfrenuar, pra ka poshtë një boshësi shumë të madhe. Nëse shqiptarët duan ta gjejnë veten aty, mund vazhdojmë në këtë rrugë, por unë mendoj që ka ardhur koha që të mos jemi më aty.